Nuk do men, kolegë, se procesi ilustrimit është çështje tetë e rëndësishme për një shoqëri. Ne si subjekt politik Partia Demokratike Shqiptare, edhe kur është sjell ligje edhe tani, jemi në atë linjë, nuk e besojmë se kemi lustrim të vërtet. Shtrohet pyetja, po pse ju merrni pjesë në këtë komision për verifikimin e fakteve? Arsyeja vetme është që ta përcjellim procesin prej brenda. E vetmi arsye, sepse pikrisht këtë komision nuk bëhet puna ashtu si duhet. Me ligj nuk është e rregulluar që faktet dhe dëshmit të votohen. Faktet janë fakte dhe gjitha faktet që afrohen gjatë lustrimit duhen ta aprovohen një zëri në punën e këtij komisioni. Dërsa ne kemi rast kur një deputet lustrohet dhe aty afrohen dëshmi prej 13 faqesh, dëshmi cilët tregojnë se ai ka bashkëpunuar, ka pranuar të bashkëpunoj me organet me sigurimin shtetënor. Ndërsa për ta kaluar këtë deputet që sot e kemi në këtë përbamje parlamentare, votohet ata dëshmi, ata fakte votohen. Ky është, do të thotë, ai momenti shumë i rëndësishëm që ne nuk e besojmë lustrimin, se kemi lustrim. Ta precizoj një thonje një kolegës paraprake, që janë 20.000 shqiptarë për ndjekur, 24.000. Për dallim prej maqedonasve që sot nuk kemi asnjë për ndjekur politik, po flas. Ish komunizmi gjallë ke për plot shqiptar, afër 10.000 ke gjallë sot për ndjekur dhe burgosur politik. Problemi dhe koncepti i këtij shteti është aty, do të thotë, përndjekja dhe ndjekja vazhdon e shqiptarëve. Vazhdon. Nuk është ndërpre. Kontinuiteti është edhe në pluralizëm. Prej 90-s deri ditët e sotme kemi fakte dhe dëshmi që vazhdon. Kolegët paraprake përmendën liderin e Partisë Demokratike Shqiptare. 2 herë është ngrit iniciativa për ta përcjellë, një herë para vitit 2001, pastaj pas vitit 2002. Qytetarë të rëndomt janë larguar prej vendit punës, ndërsa ai ka kërkuar verifikim te komisioni për verifikimin e fakteve, deli pastër, ndërsa sot është jashtë pune. Kemi proceset montuara politike pikrisht nga ky koncept, për shkak se s'është bërë lustrimi pastër, nuk e kena shëru shoqërinë. Kemi rastin e Sopotit, rastin e Smilkovcës. Janë përditshmëritë tona. Nuk kemi ndryshim koncepti.